problem me të katrës. Po, se nuk e ndani dot. Du ta ndash me instinkt në kuptimin e kësaj që vjen një moment, në çdo moment. Po ne luftojmë për paqen e botës, si miset. Bravo, po nuk është vetëm paqe jeta. Të lutem tash ne luftojmë për paqen e Po, botës. paqe pilaf. Dëgjoj. Po, edhe paqen e pilaf. Dëgjoj tani. Se është shumë e bukur. Për paqen luftojnë të gjithë. Po, luftoj, po. Luftojnë. E kuptoj. Të gjithë luftojnë për paqen. Për paqen. Luftojnë për paqen. Gjithmonë luftrat për paqen bëhen. Se qofsi. Ama të rishur, të folësh mua? Ta sigurtimi në prajnë dhe unë nuk do flasë. Blet Lorna. Blet Lorna. Mirë. Do thoshte këtë. A i thot këtë. A i thot të. Edhe të gjithë luftojnë për paqen. Pra paqja... Ka që luftojnë për liri, për shembull. Po paqja, liria paqja... Po pra, po duhet luftosh. Ose no, po themi paqen metafor, dhe më thënë... Metaforikisht, është me tutme. është një nocion që është i, po themi në thojza i pa rritshëm, sepse pra të kërkon. Kërkon për ta gjetë atë gjë. Po jo, ka lufta, nuk ka vetëm lufta për paqe, ka dhe lufta për ekonomi. Ajo është pra, ekonomia është paqe pra. Ajo është gjëja kryesore, por në zhargon ata dalin ekonomia është lufta. Ekonomia është luftës çka ka? Ata nuk do të thonë ti për çfarë po luftojnë. Mos luftës. Po ka liri, ka pavarësi. Paqe pra, kjo është paqja. Në luftë tonë hupin, domethënë. Jo. E para. Gjë. Përveç atyre që fitojnë. Tashi mos kushdo mund të fitojnë për prepi hupën del. Ka hupje, luftra ka një hupje gjithmonë. Të dy të funit me rezultatin e këtyre dy të funit, luftës bare dytën janë shumë keq, kam përshtypjen. Jo, një sekond, Gjermanët fitun luftën mbas paqes. Kjo zakonisht, kjo është kështu që kafsha parë që ti thua dhe të vjen në mendje është si e shef ti veten. Dhe kafsha e dytë është si e shef ti një njeri që do që të t'afrohet. Me çfarë lloj karakteristika që afron veten. Po pra, në lidhje me veten pra është kë do t'afrosh. Po, çfarë lloj njerëzish afron? Këto njerëz afrojnë. Të tjerët as të meritojnë që t'rinë afër, po as me gërsi të fshehur edhe fisnik. Ose me jo të fshehur, me aftësi për të qenë gjithsesi. Rreth vetes kam afruar gjithmonë dhe në fakt kam tërhequr njerëz që janë njerëz intelektuale dhe njerëz të zgjuar, po edhe me zemër shumë të bukur edhe të bardhë mbi gjitha që janë njerëzor, kupton? Edhe kjo më pëlqen që tërheq këto lloj njerëzish. Pa folur. Mjafton, do të thënë, është ajo tërheqja që kështu që edhe kjo tregon shumë, mendoj. Njerëzit manipulues dhe kështu me shumë fytyra edhe bëjnë çdo lloj gjëje për të fituar një gjë.